dietat e vipave, çfarë ndjekin dhe dëmet e fshehta që askush si tregon. Në rrjetet sociale duket sikur vipat humbin peshë brenda natës, por pas këtyre transformimeve fshihen dietat rrezikshme që shumë njerëz të zakonshëm po i kopjojnë pa e ditur pasojë. Një nga më të përdorurat është dieta detox me lëngje, ku për ditë të tëra pinë vetëm lëngje. Rezultati bark i shesht për foto, por ekspertët paralajmërojnë, metabolizmi bie fuqishëm, humbet masë muskulare dhe trupi futet në kolaps, edhe keni më shumë. Uri dhe peshën e rikthen edhe më shpejt. Vipat përdorin shpesh edhe keto ekstreme, pothuaj zero karbohidrate. Po pse është problem? Rrit kolesterolin, rrit rrezikun për dëmtim të mëlçisë dhe veshkave, mund të çrregullojë hormonat, sidomos tek femrat, e gjitha për një trup të definuar në foto. Një tjetër dietë e famshme është OMAD, vetëm një vakt në ditë, por nutricionistët thonë se OMAD rrit kortizoli, hormoni i stresit, ul funksionin e tiroides, shkakton lodhje, shpërqendrim dhe dhimbje kokë. Në afat të gjatë, trupi lodhet shumë. Modelet dhe aktorët përdorin dietën no carbs before events, që heq karbohidratet para eventeve. Rezultati dehidratim, rrezik për ulje e sheqeri. Trupi duket më mirë, por ndihet shumë më keq. Disa influencues madje kanë promovuar dietën ekstreme snack diet, të cilën mjekët e quajnë të rrezikshme sepse mund të shkaktojë dëmtim të zemrës, mungesa të thella mineralesh, dobësim të sistemit imunitar. Ky është ndihmë e rrezikshme viteve të fundit dhe së fundi, disa vip përdorin ilaçe për dobësim si Ozempic. Por mjekët paralajmërojnë humbje të madhe të masës muskulare, probleme të rënda me tretjen, varësi psikologjike nga ilaçi, ndikim në hormonet e urisë dhe të ngopjes. Ekspertët janë të qartë, vipat kanë mjek personal, analiza mujore dhe kushte të veçanta. Publiku i zakonshëm nuk i ka këto mbrojtje.